Dhe ajo që janë Allahu xhallahu ala, çka I bën për ty për tani më së kësaj bote? Apo që tha ka thonë ulemat për dashnin, ata që dashurohen mes vete, dashurohen edhe në dynja, ka një dashuri në dynja, dashurohet në kerr, dashurohet në shtëpi, dashurohet në telefon. Tani dashuria e shumta apo që shpesh herë do me myt vetën zëm kalon I dashuri, apo a ka kështu shumë, apo cili është përkufizimi më I shkurt I dashurisë? Mas shkurt vetë ka dikush ku çop me këtë çfarë dashnie intereson. Apo çka kanë thonë? Çka thotë I ti më rënë për dashnin? Kjo dashnia e rrajshme është. Kjo është dashnia për një. Dashnia për një është veç dashnia ndaj Allahut dhe ndaj Allahut. Ç'kjo dashnia reale? Këtë tjera të rrajshme. Thotë Ibn Taymi rahimullah, el-ishqu wadhifatu qalbi al-farigh. Shumë shkurt, më shkurt s'ka mo. Thotë ishq dashnia, ashik me kon, dashnia është puna e zemrës badihavxhie. Apo s'ka kon me dash, s'ka ça me bë, kon të shël në gjitën ta. Apo e çprast Allah, e çprast. Apo ke report ka përcën në lepitën ta. Si do të pe zemra. Apo tan çashtu mi ka përçy gjenia të drepara, që më shkuar që femërore apo ngjitet për to sum po jetoj pa to, apo çu këtu do desat pa to. Apo desat I ka bën 20 vjet pa to, kurse ka po, çfarë do karnu, kurse ka dhënë kurrë. Si e ka po, sunat ndaj mo pa to. E ç'ka po? E po ka gjetë zemrën çprast të mbrana. E kur ti mbrana, problem është për një që s'ordon pa to mos e lyp zemra. E lyp zemra. Apo andaj moshe zemër me njëjë të Allah xhallahu ala ka përcen tani me tani fare me gjithçka apo ti kënaqesh pse je në komë atë. Ti kënaqesh pse si ki kurrë. As bëjmë përshtypje thosh po mëdhimin që ta Zoti ja vëllosh, ato që më ka mësuar kënaqja. Ama ku ndodh kjo? Kur zemra mushet me njëjë të Allah xhallahu ala. Njëhi Allahun te bareke u taala. Andaj do njerëz që dojnë kjerrat subhanallah, hin e njëjën që ka e bën kështu te ai ka do mundësi e ka këto janë ngre këtë karrikë kështu. Se e një, po se e don, pitashise ka, s'ka faja, pitashise ka. A një ti Allahun xhela xhelalu mas e don? E ç'kjo është? I dojnë lojtarët, e don fort atë. Krejt çka ka. E di pas. Pse? Ka këtë interes me ditë? Ma do zamra, ma do. Vetë për nëre, ja do zamra, po sa i ç'ki faj, e do zamra. Ti shkon zemra e mosht me dashin dhe Allah xhallahu ala, me njëjtë Allah te bareka taala apo s'kish interesua apo thon hiç as kush u shit, as sa u shit, apo as ku shku, as sa u transferu, punë e madhe apo çam me të më kur transferu apo thon inshallah Allah xhallahu mund të më qusë të më fal namaznate, e nesi me përmend dhikrave, çura këti gale që ka. Apo a ke pa njerëz çura këtu na po flasim për të punë çike. Që ti e gale jam atë. Gjithkush me dashnë e tij apo. Andaj, kur është motra Ibn Sirin natër më fal, apo Hafsa Ibn Sirin, motra e Muhammed Ibn Sirin, u qunat më fal edhe ka thonë, khala kullu habibin bi habibi, apo u vetmu çdo I dash me dashun vet, edhe me temin u vetmu vaftan. Apo gjithë kur me vetën, gjithë kur dashën e vet e ka, gjithë kur me vetën kënaqet, edhe me temin u kënaqa. Apo kush është I dashnë? Apo ama nuk është I dashni me durë me zam, me gojë. I dashni është që do zamra vaftan. E zemra e don Allah xhallahu ala kur e njeh. Që ata vallahi nuk ka mundësi me njoft Allah mos me dash. Kur? Është pa mundshme. Njerëzit ikin pe Allah vetëm se njohin atë. Edhe shejtani tani u përshtill se me njoft Allah xhallahu ala sa I mirë është, sa bujar është, sa I mëshirshëm është, sa bamirës është. Ti kur kam këto këto don më. Kur kanë nuk e don, pas Allah xhallahu ala. Edhe namën të Allah te bareke taala. Prandaj ajo që na dallon dhe ndëruar jetën tonë që dallon jetën tonë ajo që don për tjerëve është njohja e Allahut azza xal. Kur mushet zemra me këtë njohje, që të jep kuptim jetës, është e këndshme. Ti ofrojnë këtë ushqimet e dunjas apo s'bën përshtypje atë. Falmirë vetë sa hungra. Po ku hungra më s'ka hungra, hungra thash subhanallahu alhamdulillah hungra atë. Po flas për sofrën e epshave apo sofrën e joshjeve të saj bote, e knasive afashkurte që ofrojnë njerëzve të unt, ujqve, që gjuna të sofrën me hongër. S'prek besim tonë në sofrën, apo? Nuk prek në sofrën, ku prek gjithë kush apo? Për këtë arsye, zemra e mbushur me njohjen e Allah xhallahu ala është një kuptim tash I rëndësishëm
që besimtarin e bën me dallu jetën e tij për jetën së të tjerëve.